Profesionistët nuk shpëtojnë, thot monitori në mars, teksa njerëzit e qeverisë ishin vërshuar në administratë për të bërë votat e 83 mandateve më 11 maj. Sipas tyre, profesionistët që kanë 1 deri në 3 klientë janë hileqarë që i shmangen punësimin. Dhe këta, rojtarët e drejtësisë shoqërore, na thonë se ne do të paguajmë nga 13 deri në 23% të ardhurave totale. A din ata se ne nuk përfitojmë nga të drejtat që jep kodi punës për të punësuarit? A din ata që kontratat tona janë marrëveshje dypalqe që mund të shkrihen edhe brenda 24 orëve? E nëse ne konsiderohemi si të punësuarit e tjerë, përse tatimi mbi fitimin në nivelin e pagës minimale nuk bëhet zero, si çdo i punësuar tjetër në Republikën e Shqipërisë? Patjetër që e din. Por ata duan të nënshtrojnë këtë pjesë të shoqërisë që përbuz politikën e intimidimit dhe frikës. Ata e din, por harrojnë se njerëzit që ja dalin vetë në jetë, jo vetëm që nuk friksohen, por të dalin përballë dhe nuk ikin derisa lufta të fitohet.